Vendimi për mbylljen e TikTokut në Shqipëri ka shkaktuar reagime të shumta, duke ndarë përdoruesit në dy kampe. Disa e shohin atë si një masë të nevojshme, ndërsa të tjerë e konsiderojnë një kufizim të panevojshëm. Sipas ekspertes IT, Denisa Kele, problemi nuk është vetë ekzistenca e TikTokut, por mënyra se si përdoret nga shoqëria. Mediat sociale janë thjesht një pasqyrë asaj që ne reflektojmë si shoqëri. Dhe ndërkohë e gjithë baza është tek ajo çfarë jemi ne si shoqëri dhe duhet bëjmë një pikpyetje shumë të madhe sot. Pse shoqëria jon ka kaq shumë urrejtje dhe pse kjo urrejtje më pas transmetohet dhe transferohet në një media sociale siç është TikToku. Sipas saj, një zgjidhje më efektive do të ishte vendosja e filtrave kufizues në vend të ndalimit të plotë. Patjetër, TikToku ndoshta ka pasur atë rrezikshmërinë më të lartë sepse nuk ka pasur filtra, siç është media sociale e tashme X e Elon Musk. Padyshim unë mendoj këtë situatë tashmë, nëse vërtet Shqipëria apo qeveria shqiptare është në një bashkëpunim me kompaninë që ka TikTokun, mund edhe mos ta bënin këtë mbylljen totale, mos ta censuronin totalisht TikTokun, por në momentet që edhe përdoruesit do kishin akses, mund të vendosin rregullatorët e tyre. Ndërkohë, përdoruesit po orientohen drejt aplikacioneve alternative, mes tyre edhe Klaper, i cili, sipas ekspertes, mund të jetë edhe më i rrezikshëm. Ajo këshillon të shmanget përdorimi i këtij aplikacioni, pasi njësoj si TikToku ka mungesë filtrash dhe mekanizmash mbrojtës.